Dashuri e gdhëndur në Shkëmbë dhe Atentat në Paris janë dy romanet e fundit që shkrimtari Skifter Këlliçi sjell në dorën e lexuesit. Të dy romanet janë me temë historike dhe vijnë në kuadrin e kremtimeve të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Është një roman i ndërtuar mbi një tregim të shkëlqyer të Bilal Xhaferit dhe unë nuk kam bërë gjithëtërve se kam vazhduar traditën e këtij shkrimtari, i cili po të kishte qenë gjallë, sot do kishte qenë në nivelin e Ismail Kadares. Prandaj unë ndjej veten të lumtur që kam çuar përpara një vepër të një shkrimtari i cili vdiq në kulmin e tij. Sa për romanin e dytë është një ribotim. Atentat Paris ka qenë botuar në 78-ën, unë e ripunova dhe më vjen mirë që botohet në një kohë ku vërtet ka disa polemika, por akti i Avnerustimit është akti i një heroj që vrau një tradhtar si Esat Pasha. Në këtë promovim, kolegë dhe autorë të pranishëm u shprehën për vlerat e këtyre botimeve, të cilat ruajnë me fanatizëm plot fjalë lire të lashta.